Sot në studio kemi një mysafire shumë të veçantë, një vajzë 15 vjeçare, Egnatia Gashi. Ajo, edhe pse e ka kryer shkollimin në Gjermani, ka vendosur që karrierën e saj ta fillojë dhe ta zhvillojë në Kosovë. Pse? Cila ishte arsyeja që e shtyu atë ta zgjedhte pikërisht Kosovën? Qëndroni me ne për të zbuluar së bashku. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë ju. Faleminderit shumë që keni pranuar të jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Keni emocione? Pak po. S'ka problem se bashkë i heqim. Atëherë mund të fillojmë me pyetje kur do që jeni gati. Si ndihesh që fillon mësimet në Gjermani, por krijon njëkohësisht një lidhje me Kosovën? Unë kam një lidhje shumë të madhe me Kosovën, se babi turkon flet për Kosovën dhe më pëlqen vendi shumë. Dhe Kosova gjithmonë ka pas një pjesë në zemrën time dhe duket që Kosova është vend shumë i bukur dhe vend shumë i mirë dhe njerëzit këtu në Kosovë janë shumë të mirë dhe prandaj unë ndjen shumë mirë të jam këtu dhe ta përjetoj si është jeta. Çfarë do të thotë për ty që të jesh pjesë e programit Erasmus Plus në këtë moshë? Është një ndjenjë shumë e mirë se nuk është gjë që i mundsohet secilit dhe të përzgjedhem unë nga plot zonësat që kanë apliku, është një ndjenjë shumë e bukur dhe shumë e mirë se kam punuar fort për të fitoj këtë programin, se jam mundu në shkollë dhe kam apliku plot herë dhe kam provuar ta marr këtë programin dhe ma në fund e arrita. Dhe është një ndjenjë shumë e mirë. A mund të na tregosh më shumë për përvojën tënde në RTK? Në RTK ka qenë shumë përvojë mirë. Kam qenë në terren, kam qenë dhe në lajme qendrore dhe është ta shohësh si është puna në terren dhe në RTK ka qenë një përvojë shumë e mirë dhe shumë e jashtëzakonshme. Dhe përvoja në RTK është një atmosferë aty, njerëzit dhe kolegët në mos vetë janë shumë të afër dhe shumë të ngrohtë dhe ajo ka qenë shumë e bukur ta përjetosh afër dhe të shohësh si punojnë, se janë gazetarë shumë të mirë dhe gazetarët janë jashtëzakonshëm dhe ka qenë një përvojë shumë e mirë. Si është të jesh pjesë e Bundesligës gjermane si një vajzë e re që luan futboll? Unë jam kanë gjenerata fundi që ka mujtë më përjetu këtë Bundesligën në sezonin kaluar, se për U17 e kanë hequr për shkak gjendje financiare, që nuk është gjë absurde, po nuk e kuptoj këtë. Dhe ka qenë diçka shumë e bukur se ti ke shku në futboll dhe aty ke pas lojën dhe këtë kanë shikuar, kanë thënë, "Oh, wow, i lojtari i Bundesligës" dhe kanë thënë, "Oh, kjo lund shumë mirë" dhe ka qenë një përvojë shumë e mirë dhe shumë e bukur ta përjetosh, se është diçka që nuk e përjeton çdo kush dhe të jesh aty pjesë në Bundesligë ka konkurrencë të madhe, ekipe të mëdha dhe plot konkurrencë, ka qenë shumë e bukur. Cili është momenti yt më i paharrueshëm deri tani në fushën e futbollit? Më duket kur kemi hyrë në Bundesligë, se ekipi im ka qenë një ligë më përfundik dhe kur kanë hyrë në Bundesligë ka qenë një eksperiencë shumë mirë dhe aty isha në bank dhe pastaj duke pa lojën si po luajnë lojtarët e tu dhe pastaj me emocione shumë se nuk e di na kemi hyrë në Bundesliga jo dhe pastaj kanë qenë shumë emocione forta dhe pastaj kur e fitum lojën dhe e di kam hyrë në Bundesliga, kam luajtur kundër ekipet më të forta në Gjermani, në krejt Gjermanin. Pastaj ka qenë një ndjenjë jashtëzakonisht e mirë dhe e bukur dhe mendoj që ajo ka momenti më i bukur të festosh me ekipin dhe të dish që ke hyrë në Bundesliga. Si arrin ti përballosh të gjitha angazhimet tua, shkollën, sportin, muzikën, si dhe shkrimin? Mendoj normal ka shumë kohë secili angazhim, po pasioni dhe dashuria për ato gjërat më lejon të gjej kohën për të bërë gjithçka dhe kjo është shumë e mirë. Cili instrument që luan të përfaqëson më shumë, saksofoni apo pianoja dhe pse? Mendoj që saksofoni, se pianon e kam mësuar vetë nëpër YouTube dhe kështu. Po saksofoni kam pas një profesor të saksofonit, një mësues për klasës 5 dhe ai më ka mësuar shumë për saksofoni, për muzikën jazz që më pëlqen shumë dhe kam një lidhje
shumë të madhe me saksofonin dhe gjithmonë kur luaj saksofon ndjen shumë e lirë, mirë dhe më lën të shqetësohem dhe prandaj mendoj që saksofoni është instrumenti im i preferuar edhe plot këngë që i dëgjoj janë me saksofon dhe është një lidhje e mirë me saksofonin. Çfarë lloj muzike preferon të dëgjosh apo të luash gjatë kohës së lirë? Si thash, unë pëlqej soul music, do më thënë jazz, swing dhe blues, se nuk e di është diçka shumë e qetë dhe më pëlqen shumë ajo muzikë. Nga vjen pasioni yt për letërsinë dhe çfarë të frymëzon të shënosh poezi, shkrime të ndryshme? Unë gjithmonë kam pas qef me shkrujt dhe prej se jam ka në vogël kam recitu vjersha. Babi më tregon, kam qenë në salon, babi tha, recitoj një vjersë, unë kam shpik vetë. Dhe thonë, dhe prej kam pas 3 vjetë, unë shpika vetë vjershën dhe nuk e kam, thanë ata që kam pësu në qerdhe. Dhe prej atë moshës, unë kam fillu të shkruaj dhe të bëj poezi dhe kësaj gjëra. Dhe vjem doket edhe nga babi, se dhe ai shkruan shumë poezi dhe pëlqen të shkruaj edhe Halla Arketa Gashi, edhe ai shkruan libra poezi dhe ka lindur kështu. A ke botuar ndonjëherë ndonjë tregim apo poezi? Jo, nuk kam votuar, se poezit dhe se gjëra që i shkruaj janë më shumë për mua, për veten time, ta liroj kokën, të shkruaj çka më vjen në mend, dhe është që më shumë private dhe nuk mendoj që do ta publikoj ndonjëherë. Sa gjuhë flet dhe si arritet ti mësosh? Unë flas 4 gjuhë, shqip normal, anglisht, gjermanisht dhe francisht. Gjermanishtën e kam mësuar se jetoj aty, dhe anglishtën dhe francishtën mësoj në shkollë, por dhe jam shumë angazhuar me mas gjuhëve. Kam profesorat francisës dhe anglishtes dhe vazhdimisht mësoj dhe flas dhe mundohem të flas sa më shumë ato 2 gjuhë. Por dhe dua ta mësoj spanjollishtën tani, se më duket shumë gjuhë e bukur. Cila nga këto gjuhë të pëlqen më shumë dhe pse? Shqip më pëlqen më shumëti se është gjuha ime dhe dua të flas shqip gjithmonë dhe është gjuha ime preferuar. Çfarë të motivon të ndërtosh një karrierë edhe në Kosovë krahas asaj që ke në Gjermani? Në Kosovë është njerëzit janë më të ngrohtë si thash, dhe atmosfera dhe gjithçka është më e ngrohtë, më e mirë dhe njerëzit janë më të dashur, se në Gjermani janë të ftohtë dhe nuk përshafën, thojnë, bëni këta dhe kështu do të bëhet, po këtu është më liri, më ngrohtësi dhe është duket atmosfera më e bukur se atje në Gjermani. A e sheh veten duke jetuar në Kosovë apo do të jesh mes 2 vendeve? Them drejtë mes 2 vendeve, se nuk e shoh shumë në Kosovë se trafiku ka plot probleme këtu në Kosovë që janë atje më të mirë, nuk ka probleme atje. Dhe më duket më shumë mes 2 vende se duhet të përmirësohet Kosova shumë për ta gjej këtu veten. Çfarë lloj pune apo angazhimi do të dëshiroje të kishe në të ardhmen në Kosovë? Gazeteria normal, se gazeteria është një gjë që më pëlqen shumë të informoj njerëzit, të tregoj çka është e vërteta dhe çka po ndodh tani. Dhe mendoj që ajo është një gjë që në secilin vend në botë nevojitet, po dhe këtu në Kosovë sidomos se e shohim tani ku vendin si është dhe parlamenti dhe kryeministin ton, do të thënë kjo nevojitet të tregoj njerëzit si është tani dhe që nevojitet diçka tjetër, jo ky parlament që kemi tani. A mendon që të ka ndihmuar ambienti i Gjermanisë të zhvillohesh si njeri dhe si profesioniste? Më duket po se aty shkollimi është shumë i mirë dhe jashtëzakonisht i mirë. Dhe aty në Gjermani është më disiplinuar jeta, më duket, se gjithçka është strikt dhe që të bësh këto në ora 7:05 dhe 7:05 do të jesh aty, sepse pastaj hub gjithçka. Dhe mendoj që ajo më ka disiplinuar edhe mua dhe është një gjë e bukur. Si reagojnë bashkëmoshtarët e tu në Gjermani
për faktin që je kaq aktive dhe angazhuar? Shoqet e mia janë shumë gëzohen shumë që jam aq e angazhuar dhe më mbështesin gjithmonë në secilën gjë që e bëj dhe ka plot që më mbështesin dhe shumica janë shumë të kënaqur me mua. Cili është personi që të ka mbështetur më shumti nga fillimi i rrugës tënde deri tani? Më thëmë prindit, mami dhe babi, se gjithmonë janë kanë aty, s'ka lidhje çka kam bërë unë, gjithmonë kanë mbështet dhe edhe tash në praktikën 2 javore që e kam bërë, dhe hala më ka mbështet shumë se prej asaj kam hi në RTK, kam pasur mundësinë të shkoj edhe në Shqipëri në Top Channel dhe televizione tjera, po prindi më ka mbështetur më shumë ti për fillimit deri në fund dhe është shumë gjë e mirë. Nëse të duhej të zgjedhjen një nga talentet e tua si profesion në të ardhmen, cili do ishte ai dhe pse? Unë dua të bëj gazetar, po një kohë kam menduar edhe të bëj futbolliste. Po tani ajo ëndra nuk është më, se nuk më pëlqen më, se kur kam shkuar kur kam luajtur më lart në Bundesliga kam pas si është jeta si një profesionist. Dhe kam pasur nuk është gjë aq e bukur si çka menduar, se është shumë konkurrencë e madhe dhe pastaj dhe lojtarët në mos veti shtyhen dhe thonë jo ti i keq, ti ashtu dhe hub ajo kënaqësia kur luan futboll, hub ajo dhe mendoj që ajo më kam mbajtur të luaj futboll se kam shumë pasion futbollin dhe më ka hupur ai pasioni të luajtur aq lart me aq presion dhe dua të marr si hobi, prandaj nuk mendoj që do të bëj profesion më. Çfarë tema zakonisht përdor në poezitë tua që i shkruan? Në poezitë mia unë plot tema kam, se edhe për Kosovën, për Shqipërinë, për dashurinë që kam për vendin, por dhe për jetën dhe për njerëzit, për shembull, jam në rrugë ose në kerr dhe shoh një njerëz atje dhe them, "Okej, ky po duket interesant." Nxjerr telefonin, shkruaj një poezi për ato që mendoj çfarë bën ai, çfarë jetë ka. Dhe ajo mendoj të shpikë një poezi ose për jetë për muzikën, për hobi që i kam, për dashuri nga vllau, ndaj mamit ose babit, për plot në temë ndryshme, çka në bjen mendje dhe ndonjëherë për temë më të mërzitur dhe kur jam më mërzitur ose kur jam si që them, për dashuri, për gjithçka. Cili është shkrimtari juaj i preferuar? Shkrimtari im i preferuar është, kam plot, të më drejtën, është Albert Camus, është një shkrimtar algjerian, dhe është shumë për jetën, për se jeta ka çfarë kuptimi ka jeta dhe kësaj gjëra dhe më tërheq shumë se më të bën të mendoj. Është pak e vështirë të lexosh, se është pak vështirë më ndosh shumë dhe ndonjëherë thuash, nuk ka kuptim kjo gjë hiç. Dhe pastaj je në shtrat të me flejt dhe pastaj më ndon ndonjëherë, çka ka shkruar ai dhe ç'të të mendosh për kjo më pëlqen shumë. Dhe ky është shkrimtari im i preferuar. E përmend të shkrimtarin tënd të preferuar, për tani a mund të na tregosh edhe këngëtarin tënd të preferuar? Këngëtari im preferuar është edhe aty kam plot këngëtar preferuar, po më duket Ray Charles është një këngëtar i jazz dhe ai bën muzikën shumë të mirë dhe më pëlqen shumë muzika e tij se edhe është shumë muzikë e bukur. Çfarë mesazhi do t'i jepje vajzave të reja shqiptare që jetojnë jashtë vendit, por e kanë Kosovën si një pjesë të rëndësishme të tyre? Ta mbajnë Kosovën si një pjesë të rëndësishme të tyre dhe mundohen të krijojnë një lidhje hala më të madhe me Kosovën dhe me vendin e tij, se është shumë e rëndësishme dhe kam vërtet të tonë që lidhja me Kosovën dhe të mëson plot gjëra dhe të çet përpara në jetë është vend i bukur shumë dhe vend i mirë, njerëzit janë shumë mirë dhe të jenë krenar që janë shqiptar, se do ta mbajnë këtë lidhjen. Edhe
të përfaqësojnë Kosovën, nëse arritin shumë dhe kur të arritin shumë, të thojnë, unë jam shqiptar dhe të thojnë, ky është vendi im, të tregojnë që Kosova është vendi i tyre dhe që të luftojnë për ëndrat e tyre dhe gjithçka të bëhet mirë. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, faleminderit që na keni ngu në këtë emision dhe shihemi në emisionin tjetër. Merci pour votre attention.